së erdhën në cërmin e laureatëve të Federatës Atletike të Kosovës. Fillojmë së pari në përshëndetje të fytyratëve të nderuar, kryetari i Federatës Atletike të Kosovës, Zotëri Alin Selimani, shumë i respektuari sekretari i Federatës Atletike të Maqedonisë së Veriut, i cili na nderon sonte me pranimin e tij, Zotëri Dejan Angelovski, të nderuar drejtues të institucioneve sportive, përfaqësues të komunave, drejtues federata sportive që zgjuajnë numër të madh sonte, trajner sportiv dhe gjithë ju pranishëm dhe komunitetit të gjerë i Federatës Atletike të Kosovës. Jemi mbledhur sonte në salën e fuqe për të nderuar mundin, djersën dhe arritjet e jashtëzakonshme të mbretëreshës së sporteve, njëkohësisht kryefjalës së lojrave olimpike atletikës. Një veç nga bëri krenar me rekorde të reja dhe na hapi horizontin drejt ëndrrës së madhe lojrat olimpike Los Angeles 2020. Para se të nisim me rrugtimin tonë festiv, ju ftoj të gjithë të ngriheni në këmbë për nderuar himnin shtetëror të Republikës së Kosovës. Aktivitetet e shumta të organizuara nga Federata Atletike e Kosovës, që vëmendja kryesore është gjithë maratona Prishtina 2025, që solli mira sportiv nga bota. Përveç këtij aktiviteti, në vazhdim, do shohim një video të mbledhur për gjatë 12 muajve të aktiviteteve të realizuara nga Federata për të gjithë kontribuesit, të cilët kontribuojnë për masivizimin e sportit atletikës, por gjithashtu në ngritjen e performancës sportive. Shumë aktivitete dhe kur e mendon që gjithashtu realizohen pa pasur kushte, pa pasur akoma një stadium që i dedikohet enkaz atletikës. 26 vite pas luftës, zhvillojmë aktivitete në fushat improvizuara. Uroj që paktën nga këto lojra mesatare, Prishtina 2030, atletika të jetë njëra prej përfituesve më të mëdha dhe vërtetë me këtë. Ti thua dikujt që nuk kemi akoma stadium të atletikës në Kosovë, është vërtet për keqardhje. Uroj besoj shumë, por e di shumë mirë që kryetari Zotëri Alin Selimani vazhdimisht e ngrit zërin që Kosova ka ketë stadiumin e saj të atletikës. Andaj, i ftojmë nga kërkitje ta mirëpresim në skenë të parë në Federatën Atletike të Kosovës, njëkohësisht anëtarën e bordit të ekzekutivit të Komitetit të Kosovës, Zotëri Alin Selimani për iniciativën. Të nderuar mysafir, atletë dhe atlete, trajnerë kulturë sportiv, të nderuar kryetarë të klubeve dhe antarë të kryesisë të Federatës Atletike të Kosovës, përfaqësues të Ministrisë, Kokut dhe të gjithë të tjerë që janë këtu mysafir. Më ndihani që të përshëndes sekretarin e Federatës Atletike të Maqedonisë, Dejan Angelovski, me që të ka respektuesat që hanë edhe Rahman Aliu, që është direktor në mirë se vini në këtë solemnitet festojmë arritjet të aktivitetet dhe sukseset e vitit 2025 në sportin e atletikës. Zgjodhja dhe aktivitetet e vendosur. Vitin që janë pas, nisëm me një vizion të qartë dhe ambicje të madhe për pas organizimit të mbi 20 garave vendore që përfshin në të gjitha grupushat, duke filluar nga U10 e tukje deri te veteranët,
ne kemi punuar sistematikisht dhe intensivisht dhe kemi arritur realizimin e planeve zhvillimore që synojnë arritjen e sigurisë së atletikës në çdo komunë. Pasimizimi dhe talentet e reja. Në Kukës, i veçantë është pushtuar masivizimin e sportit tonë përmes projektit identifikimi i talentëve. Kemi vizituar shkolla dhe kemi punuar me fëmijë duke e dërguar atletikën pas lindjen kampion e statës. Sukseset ndërkombëtare dhe rekord. Në arenën ndërkombëtare, flamuri i ynë është ngritur në 18 gara prestigjioze. Atletet tanë u kthyen me medalje nga kampionatet ballkanike e evropiane. Atletet nga njësimet e tyre kanë arritur të syjnë 13 rekordet Kosovës brenda vitit 2025, që është dëshmia më e mirë e rritjes sonë teknike dhe fizike për atletët. Diplomacia sportive. Përveç sukseseve në shtetë, përfaqësuesit e Federatës Atletikës së Kosovës kanë përfaqësuar dhe prezantuar me dinjitet atletikën kosovare në kongrese dhe konvente, në federatat ballkanike, evropiane dhe botërore, duke shkëmbyer përvoja me federatat tjera ndërkombëtare, gjë që ka forcuar pozicionin tonë ndërkombëtar. Sfidat dhe falënderimet. Ndërsa kemi sfida në infrastrukturën e nevojshme për zhvillimin e garave të atletikës, sepse gjatë vitit 2025 kemi zhvilluar garat e atletikës vetëm në stadiumin e qytetit të Malishevës. Ky rrugtim mbështetet në partneritetin tonë me Ministrinë për Kulturën dhe Sport, Kokun, donatorët si është Propria Banka, Ujrokove, Policia e Kosovës, FSK-ja e tjerë. E përshëndes edhe Sulejman Halirin, i cili është nga policia, i cili në bën organizimin e shumë të mirë të maratonës ndërkombëtare që zhvillohet në Prishtinë në vitet e tëra. Faleminderit që je këtu. Faleminderit të gjithë ata që kanë ndihmuar në çfarëdo mënyre për zhvillimin dhe arritjen e suksesshme dhe sukseve me Federatën Atletikës Kosovës. Ju që jeni këtu në sallë, ju falenderoj për prezencën tuaj, kurse atletëve tanë dhe të gjithë familjes sonë të atletikës, urime dhe suksese në vitin 2026. Mirëmbashim në aktivitetet tjera. Faleminderit. Faleminderit kryetari i ftoj që të rrini në skenë. Faleminderit. Para se të kalojmë tek shpërblimet, për atletët tanë dëshirojmë të ndalemi tek një moment i veçantë dhe një mirënjohje e thellë. Federata Atletike e Kosovës sot dëron kujtimin e sekretarit të Federatës Atletike të Kosovës, Beslim Berisha, me një mirënjohje post-mortem. Zoti Berisha nuk ishte vetëm një drejtues i palodhshëm, por ishte mbi të gjitha një sportist që ndjeshte atletikën me tërqenin e tij. Nga vitet e tij si atlet në shteg e deri tek puna si sekretar, ai ka një gjumë të pashlyeshme në historinë e sportit tonë. Kontributi i tij profesional, pasioni i tij si sportist do të mbeten shembull për brezat që vijnë. Ftoj përfaqësuesin e familjes së zotit Beslim Berisha të ngjitet në skenë për të pranuar këtë mirënjohje në shenjë respekti për jetën dhe veprën e tij. Dhe vendi i parë, Irsa Berisha, klubi Fush Kosova 1973. Një foto e përbashkët, ashtu siç po i shihni edhe në ekran. Irsa Berisha, Sherika Asmani dhe Vlera Masiu. Faleminderit shumë. Një foto dhe vendi i parë, Mjellma Krasniqi, klubi Malisheva. Foto e përbashkët dhe një foto vetëm sportistët.
Dhe vendi parë, Anar Gashi, Prishtina Unit. Anar Gashi, progres teknik jashtëzakonshëm, një talent që premton shumë. Falenderojmë zotin Halidi për ndarjen e njohjeve, dhe gjithashtu të transportistit. Një foto vetëm të transportistët, si që do rendi. Dhe vendi parë, na vjen sërish nga klubi 1 të Randa, Nerënda Kuqi. Nerënda Kuqi, figuri sportive mbi moshën, forcë garbuese shembullore. Vërtet e ardhme e sportit tonë. Edhe një foto vetëm sportistët. Faleminderit zotëri Maqastena. Dhe vendi parë na vjen nga klubi Malisheva, Dren Mazreku. Me pas bjem Mazreki, mos me qeni sukses që në fizik, pak problem. Dhe vendi parë, na vjen nga klubi Llapit, Velona Mani. Vërtet atletë me potencial militar dhe gatshme për sfidat ndërkombëtare. Faleminderit zotëri Kuqi, faleminderit sportistëve. Kjo kategori qenka e gjitha klubit Burimi. Edhe vendi parë vjen nga klubi I njëjtë. Tristan Metaj, vendi parë një postist kresë olimpike e Komitetit Olimpik Kosovës. Dhe vendi parë, po ashtu nga klubi Prishtina, Medina Feza. Vërtet atletë me talent të ndritër dhe sportistë me progres të vazhdueshëm në pikët e atletikës. E ku ka më mirë se t'janë dash çmimin kryesor sportistit tënë. Vendi parë Barë Telaku nga klubi Prizreni. Një dorë përgjigje dhe janë për një sot sportistë që nga bëjmë krenarë. Falenderojmë trajnerët më të mirë të performancës. Dhe klubi I vitit në konkurrencën e femrave, klubi atletik Llapi.
Vendi i dytë, klubi Mitrovica. E ardhmja e klubit Mitrovica pranon çmimin për klubin e dytë më të mirë. Shpesher në përzin Halil Silemani. Amira, edhe ne kisha frikën se mos për përzi. Vazhdojmë me kryqëtetin Komunën e Prishtinës, kryetarin përpare Rama për kontributin edhe në organizimin e maratonës së Prishtinës. Kryetarin nuk i kemi të praneshëm, por nëse kemi ndonjë përfaqësues komunës, ja kemi që të pranoj mirënjohjen. Faleminderit. Malisheva vazhdon të vetë stacioni vetëm i garave të atletikës. Për këtë, Federata Atletike falenderoj me mirënjohje kryetarin Ekrem Kastrati, i cili nuk është i praneshëm, por ftojmë përfaqësuesin e komunës që të pranoj mirënjohjen. Të drejtëreshat e ukamiktori Mazdrekos. Që pasëshishtë të tja përcjell falenderimet e Federatës Atletike kryetarit Kastrati, Ekrem Kastrati. Shumë mazek. Vazhdojmë me Komitetin Olimpik të Kosovës për përkrahjen në rrugtimin olimpik. Jo vetëm me bursa, por drejt edhe 2028, por gjithashtu edhe me shpresa olimpike dhe organizimin e aktiviteteve përbashkëta. Nëse kemi të një përfaqësues si Hakimi i drejtorit të Vullnin, i cili sa pranoj një amor të ndërën në Kosovë. Këtë procesin të përfaqësuesin ndodhur i nga kulturën politike dhe infuzioni më i madh i atletikës dhe organizimit të shumta padyshim që vjen nga Ministria për Kulturën dhe Sport. Ftojmë dhe një përfaqësues të Ministrisë që të pranoj mirënjohjen. Po, atëherë pasymë pjesë e Departamentit të Sportit dhe natyrisht. Tjetër veti suksesën për Muhamedit, jo vetëm në shtek, por edhe jashtë tij që është nderuar disa herë me medalje mirënjohje për kontributin e tij të veçantë. Kurse nga Prizreni na vjen vendi i parë Emine Jenuzi. Emine Jenuzi ka mbyllur një vit të jashtëzakonshëm duke treguar rezultate kulminante që të kalojnë moshën e saj. Performanca e saj gjatë vitit 2025 nuk e shpoll vetëm më të mirën tek juniore me 3676 pikë, por e renditat krah për krah me emrat më të suksesshëm të kategorisë senior. Eminia dëshmon se është një talent i gatshëm e gatshme për të sfiduar majat e atletikës sonë në çdo kohë. Dhe vendi i parë është rezervuar për antarin e klubit Prishtina, Amar Maxhuni. Gjatë ekipit të gjithë me Pramorin, i cili ka treguar një pikurim të gjatë sportive duke shënuar
kongres të jashtëzakonshëm se në rezultatet kohore aftohen për sosjen e nivelit teknik gjatë çdo gare. Si fituesi kategorisë U20 me 3505 trafik, a mori dëshmon se puna e tij sistematike po jep frymëzë kulmore, duke konfirmuar se një nga talentet më premtues dhe me rritjen më profesionale. Dhe derisa ngjitën në skenë një rrëfim për Eris në rrugtimi i saj drejt majat të atletikës nisi pikërisht në klubin Atletik Prishtina, duke marrë këtë sport që nga mosha 9 vjeçare. Edhe se para 3 vjetësh rruga e jetës e dërgoi drejt Gjermanisë, ai nuk e harroi kur fillimin e saj. Sot ajo shkëlqen në Gjermani dhe në arenën ndërkombëtare në skrapimet e mesme, duke renditur lart në listat e World Atletic dhe duke thyer rekorde shtetërore për Kosovën. Kemi njëri janë të vlerësim për rezultatet e saj kulmore që lartësojnë atletikën tonë dhe si dëshmi se parë si sekundolës Erisa mbetet krenaria e Kosovës. Dhe nuk besoj që vendi parë për atletja më mirë e vitit është ndonjë befasi e madhe. Po besoj që të gjithë e dini. Gresa Bakrashi nga klubi Atletik Besa. Olimpikja jone pare 2024 dhe pas në shpresë e madhe edhe për LA 2028. Gresa mbretëresha e vrapimeve të mesme dhe krenaria jonë olimpike me 4480 trafik dhe rekordet të shumta shtetërore, Gresa mbetet simbol i suksesit ndërkombëtar dhe frymëzimi kryesor për çdo vajzë që vesh atletët e Kosovës. Angelovski, a few speech to all who are present. Ashtu si thash edhe tek vojzat, duket se edhe tek djemt në fund një befasi të madhe. Muhamet Ramadani, atlet i vitit. Gjiganti i mirë dhe të gjyqës dhe njeriu rekordeve të mëdha, i cili me 4583,5 pikë vazhdon dominimin e tij të padiskutueshëm. Muhameti nuk është vetëm fituesi, sot është por ambasadori më i mirë i sportit tonë, duke na bërë krenar me rezultate që shkëlqejnë në mbar arenën ndërkombëtare. Një po të përbashkës edhe e sportesëve. I ndjem vetëm 2 sport, vendin e parë dhe 2 për një po të përbashkës. Dhe natyrisht në skenë do të rikthehen gjithë ata që shpërblyen deri më tani, gjithë ata që morën shpërblime që na bëjnë një foto të përbashkët. Bashku edhe me kryetarin do të na jeni filmoni. Një foto e përbashkët e kryetarit me 2 laureatët e vitit. Të nderuar pranishëm një kohë që bashkojmë në skenë dëshmia më e mirë e rritjes dhe fuqisë së atletikës tonë. Nga hapat e parë të pionerëve tanë deri tek rezultatet kulmore të seniorëve, ne po dëshmojmë se mbretëresha e sporteve ka një seancë me të ndritur. Ju falenderoj që na nderuat me prananisë tuaj të sallën e kuqe dhe që jeni pjesë e rrugtimit tonë drejt majave botërore. Në emër të Federatës Atletike të Kosovës, tani ftojmë të gjithë të qëndroni edhe për pak në një koktejl rasti për të festuar së bashku sukseset dhe rekordet e vitit që janë pas. Ju uroj një vit 2026 të mbarë dhe të plot suksese. Natën e mirë dhe mirëpafshim në aktivitetet tona të radhës.